Zotëresie, çfarë librash ke blerë sot? Unë kam blerë libra nga letërsia për fëmijë, e shkruaj vetë letërsinë për fëmijë dhe unë kam 2 libra këtu. Do na i tregosh pak? Unë për momentin nuk i kam këtu. Nuk i ke blerë? Ja, janë librat e mi që i kam shkruar unë dhe i kam në këto 2 stenda. Do blesh në një libër të tjerë? Unë kam blerë shumë libra, sepse jam që nga dita parë edhe deri nesër që bëhet promovimi im i librit. Po nëse jeta juaj do ishte një zhanër libri, cili do ishte? Do t'ishte pralla. Pralla. Perla dhe dreri i art. Është kaq i bukur që në faqen e tij të parë që në kopertinë dhe e ka kombinuar kaq bukur Elia Zaharia. Kënaqësi që të kam këtu pjesë të kësaj interviste dhe doja të dija çfarë prek ky libër. Faleminderit për mundësinë. Librin unë kam shkruar me shumë dashuri dhe me po të njëjtën dashuri jam kujdesur edhe për pjesën e ilustrimeve me një bashkëpunëtore shumë të talentuar, me Lisën e cila i ka realizuar mrekullisht. Është një libër për fëmijë, sigurisht si gjithë librat për fëmijë ka mesazhe të cilat uroj që t'i flasin fëmijëve. Janë mesazhe që mua më pëlqen t'i jap midis rreshtave në mënyrë që mos i bëhet fëmijëve moral, se është shumë e vështirë ta përqafojnë nëse i jepet në mënyrë të drejtë për drejtë, domethënë ka specifikat e veta libri për fëmijë. A zgjon kjo pak fëmijën tënd nga brenda? Sigurisht janë ndjesi të mia, unë nuk jam shkëputur asnjëherë nga pjesa e prallave, e fëmirisë. Duke u bazuar pak nga kopertina dhe nga aq sa unë mund të lexoj. Se zakonisht tonë mos e gjykoj librin nga kopertina, po unë po e gjykoj këtë herë dhe po të pyes. Perla dhe dreri i art. Perla në këtë rast i bie thjesht ti. Perla përfaqëson shpirtin e lirë, një vajzë e cila nuk do t'i këmbej kurrë lumturitë e vërteta të jetës, që kanë të bëjnë me gjëra që nuk blihen, me gjëra thelbësore, siç janë dashuria për familjen, për njerëzit, për natyrën, me gjëra materiale me të cilat kjo prallë dhe personazhet e kësaj pralle do përpiqen që ta joshin në këtë botën materialiste tashmë. Ndaj mendoj që ka mesazhe të duhura. A do t'ia sugjeroj edhe të rriturve ta lexonin këtë libër për të marrë kaq shumë vlerë sa ka këtu brenda? Mendoj që edhe ne prindrit, se unë jam mami vet, kur lexojmë pralla fëmijëve, diçka e mbajmë edhe tek vetja jonë, dhe marrim edhe ne patjetër, sepse janë aq të bukura prallat, edhe sidomos kur janë të realizuara mirë, bëhen pjesë e rrugtimit tonë. Kush është një nga prallat që ti tregon? Princi i vogël, për shembull, është një nga prallat e mia të preferuara, por që vajza ime është ende e vogël për ta kuptuar metaforën e asaj pralle. Po të ishte jeta juaj për shembull një libër. Do me thënë në prallën e kujt do doni të ishte? Doja të isha te Elsa. Edhe unë bashkë me ta. Jana dhe Elsa? Po. Shife kë gjeta këtu. Dhe si mund mos të gjeja unë të këtu sot? Zemër sa e bukur jeti dhe ta përti. Si e Odri? Mirë si jeti, si po shkëm. Qa libër bleve sot? Rita Petro Vrima, pse nuk e kisha unë këta? Si nuk e kishe ti këta? Po. Ke marrë ndonjë libër që flet për dashurin? Kjo, për rradhat e të dashuruarve marrëzisht. Për rradhat e të dashuruarve marrëzisht. Je dashuruar marrëzisht momentalisht? Kur të shkruaj librin tim, do e zbuloni aty. Do kemi një libër nga Dea, kjo ishte akoma më... Po patjetër do kemi. Jo, unë kam nisur, unë shkruaj shumë, në fakt shkruaj shumë poezi, po nuk kam guximin t'i botoj asnjëherë. Më duket se qëm ka e dashuruar. Nga rrethi 4 orë, çfarë libri do t'i sugjeroje secilit prej kolegëve të tu? Atyre që lexojnë, Po, sigurisht. Po pra, prit, kush nuk lexon ka aty? Manes do t'i sugjeroj një abetare, për shembull. Një abetare. Rizarta është mirë, Rizarta është inxhiniere e fortë dhe ka logjik. Mania s'ka aq logjik sa Rizarta. Unë mendoj se do isha te Terrori Zi dhe Mirdati te Rizarta. Rizarta e shikon jetën pak edhe në drejtimin që nuk drejtohet kështu siç duket, po e shikon si iceberg, po. Po me lajmet? Mila ime shumë si përfaqësor, që BBC, nga këto librat e... Pa ati shokut, Po pornografinë mund të jep një... do më thua 3 cilësi që duhet të ketë dhëndri ideal. Po
Të jetë njerë, të ketë një ekuilibër fizik dhe mendor të mirë, të jetë besnik në familje, të mos e prish kur familjen në çfarë do dhe shkaku dhe rrethane. Të jetë dhe në qiki muhabetit kur të ri me mua të më jap ndonjë gotë raki që mos më mërzit. Bie dakord me kriteret e dhëndrit që tha babi? Që unë mendoj se të përmbledh vetëm me një fjali dhe unë them tjetë sa gjysmë me babit tim do ishte perfekt. Do kisha shumë këshilla për meshkujt përveç librave, po qëndroj te libra. Te libri dhe më sot po qëndroj këtu. Ata do të ngacmoj unë. Të lexojnë sa më shumë edhe të bëhen më humble, sepse libri mendoj se të bën më të zgjuar dhe në momentin që jemi zgjuar e ke pak më të lehtë që të kesh një femër në krah. Pra, përqindja më e madhe janë budallën tek ne. Do thoja Janë dy libra konspiracionist. Njëri është Mbuz në angli, i William Joyce dhe Armiku i Evropës. Armiku i Evropës. Po, për këta që vinë vetëm për foto këtu, këta të rinjt, kupton? Për Të rinjt le të vinë për foto, bile unë do i rekomandoja që të bajnë edhe dashuri. Këtë se prite, Jo. Në këtë libër gjejmë një udhtim të një inspektore policie në për korridoret e burgjeve, të një drejtori burgu, të një shefi policie, mënyrën se duket si tabu burgu, po unë për vete time do ta quaja një shkollë, një edukim të brezit edhe kur gabojmë, ne jemi aty, edhe një kritik për prindrit, e kisha këtë libër, që mos t'i braktisin në gabimin e parë, se aty ishte fillon investimi për ditën e nesme. Them që si vjet kam shitur më shumë se vitet e tjera, dhe temat i kam sociale dhe jam e vetmi autore me uniformë policie, që të tregoj që dhe ne të uniformës kemi shpirt brenda, artisti. Libra psikologjik më pëlqen. Do tregos të autorin e preferuar? Scott Peck. Shqiptar. Më pëlqen në përgjithësi autorët e huaj, më shumë kam lexuar autorët huaj. Vitet e fundit të themi. Ma japësh një mendim për këta të rinj shqiptar që vinë këtu në Panajër për të bërë xhiro më shumë, nuk po blejnë libra. Unë kam përshtypjen që edhe të rinjt i pëlqejnë librat. Sa i radhë romane bleva. Gruaja e doktorit, Daniel Hurst. Këtë do lexosh të pari. Këto do lexoj. Grua me doktor. Po me që jam edhe vetë grua doktorit. Sa mirë. Kush shkrimtar do doje ti të ta shkruante jetën? Pyetje pak e vështirë, por duhet të ringjallim Kadaren.